Politikanët zakonisht kujdesen të mbajnë larg jetën e tyre private nga publiku, por jo gjithmonë. Politikanë të fortë, profile publike të kontrolluara, po kur vjen puna te dashuria, duket se jo të gjithë zgjedhin ta mbyllin derën e të kaluarës. Kjo ka ndodhur dhe me dy figura të rëndësishme në Kosovë, si Ramush Haradinaj dhe Bexhet Pacolli, të cilët nuk refuzojnë ta fshehin të kaluarën, lidhjet ose bashkëtesën. Prej vitesh është komentuar fakti që Ramush Haradinaj ka folur hapur për një pjesë të rëndësishme të jetës së tij para martesës me Anitën. Librin Rrëfimi për luftën dhe lirinë, ku rrëfet historia e tij personale e luftës, ai ka publikuar edhe foton e tij me partneren suedeze, me të cilën ka bashkëtuar në Suedi para viteve 2000. Dhe ndoshta ky është një detaj i pazakont. Në politik, zakonisht fshihet e shkuara, ndërsa Haradinaj vendosi ta ekspozoj. Ndërsa Bexhet Pacolli ka zgjedhur një tjetër formë kujtese. Pas ndarjes nga ish bashkëshortja, këngëtarja e famshme italiane me origjinë shqiptare, Ana Oksa, Pacolli vendosi të mbajë në shtëpinë e tij një pikturë murale 5 metra të lartë, ku është vizatuar Ana Oksa. Edhe pse tashmë Pacolli ka krijuar një tjetër familje, ai ka zgjedhur që pikturën e Anës ta mbajë në vilën luksoze ku banon. Ai thos shpesh se kjo është shenjë respekti ndaj kohës dhe viteve që ka kaluar me Anën. Detajët surprizuese të Pacolli dhe Haradinaj nuk fshihen tek politika, por te mënyra se si ata vendosën të mos e fshin të shkuarën e jetës së tyre.